Përshëndetje shenja krepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 10 monedhat, 2 shpatat, 5 kupat, 8 kupat. Atëherë, në gjendjen personale ju po hyni në këtë javë me një ndjenjë se diçka në jetën tuaj duhet të rishikohet seriozisht. 10 të monedhave tregon që në një aspekt të jetës suaj ekziston ose ka ekzistuar një strukturë e qëndrueshme, që mund të ketë qenë familje, stabilitet, siguri materiale ose një sistem vlerash që ju ka mbështetur. Por menjëherë pas kësaj vjen 2 të shpatave, e cila tregon një bllokim të brendshëm. Ju mund të keni shmangur një vendim ose të keni zgjedhur të mos përballeni me një të vërtetë emocionale. Ndoshta keni qenë duke mbajtur ekuilibrin me forcë, duke mos dashur të prishni një stabilitet që duket i rëndësishëm. 5 të kupave tregon se këtë javë mund të ndjeni pengesë, trishtim ose kujtime për diçka që nuk shkoi siç dëshironit ju. Mund të jetë një zhgënjim i kaluar që ende prek zemrën tuaj, por karta e fundit 8 të kupave është shumë e rëndësishme. Ajo tregon momentin kur ju vendosni të largoheni emocionalisht nga ajo që nuk ju ushqen më shpirtin. Kjo nuk është një largim, le të themi, impulsiv, por është një largim i ndërgjegjshëm për të kërkuar diçka që është më e vërtetë për shpirtin tuaj, që e përmbush atë, që e plotëson. Kartat këshillojnë: mos e detyroni veten të qëndroni në situata vetëm sepse dikur ju kanë dhënë siguri. Nëse zemra juaj ndjen boshllëk, ju keni të drejtë të kërkoni një rrugë tjetër, të re. Pra lejoni veten të përjetoni emocionet, por mos qëndroni të bllokuar në to përgjithmonë. Kalojmë në familje. Në familje kemi mbreti i monedhave, mbreti i shpatave, 5 shpatat, 3 shpatat. Në familje, kjo duket një sferë pak më e tensionuar. 2 mbretër që na shfaqen në fillim tregojnë 2 figura autoritare ose 2 energji shumë të forta mashkullore në familje. Mund të jenë 2 persona reale ose 2 mënyra të ndryshme të menduarit. Mbreti i monedhave përfaqëson stabilitetin, pragmatizmin dhe përgjegjësinë. Mbreti i shpatave përfaqëson logjikën, rregullat dhe të vërtetën e ftohtë, të vërtetën e prerë. Këto 2 energji mund të jenë në konflikt ose të krijojnë një atmosferë ku emocionet nuk shprehen lirshëm. 5 të shpatave tregon një situatë ku dikush mund të ndjejë se ka fituar një debat, por në realitet marrëdhënia humbet diçka të rëndësishme. Mund të ketë fjalë të forta, tension ose keqkuptime. 3 të shpatave shpesh tregon zemër të lënduar. Mund të jetë një zhgënjim, një e vërtetë që del në dritë ose një plagë emocionale që duhet të shërohet. Kartat këshillojnë të mos përfshiheni në lojra për ego. Nëse situata bëhet konfliktuale, ju përpiquni të mbani qetësinë dhe integritetin tuaj emocional. Ndonjëherë mënyra më e fortë për të fituar, e dini cila është? Të mos luftoni fare, sepse nuk ja vlen ndonjëherë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 6 shpatat, hierofanti, faqa e monedhave, 2 kupat. Në dashuri, kjo është një nga pjesët më premtuese të sferës. Pra, 6 të shpatave tregon që në dashuri ju mund të jeni duke kaluar nga një gjendje tensioni emocional drejt një qetësie më të madhe. Mund të jetë një largim nga një situatë e vështirë, që mund të jetë një konflikt
që po qetësohet ose mund të jetë drejt një procesi shërimi. Më pas kemi Hierofantin që është një kartë shumë e rëndësishme për marrëdhëniet. Kjo kartë lidhet me vlerat tradicionale, për kushtimin dhe marrëdhëniet serioze. Kjo kartë shpesh shfaqet kur një lidhje kërkon të kalojë në një nivel më të qëndrueshëm, ose kur një person kërkon një marrëdhënie me baza të forta morale dhe shpirtërore. Faqa e monedhave sjell një energji të re dhe të sinqertë. Mund të tregojë për shembull për një person që dëshiron të investojë në një marrëdhënie, që mund të jeni ju kundrejt dikujt ose dikush kundrejt jush. Pra, bëhet fjalë për një fillim të ngadalshëm, por serioz, ose mund të jetë një ofertë e vogël që ka potencial të rritet dhe të jetë stabile. Kjo energji nuk është dramatike, është praktike dhe e qëndrueshme. Kulmi i kësaj narrative për ju është 2 kupat. Kjo është një nga kartat më të bukura të harmonisë emocionale. Ajo tregon takim zemrash dhe ndjenjë të ndërsjellë. Mund të tregojë një moment ku 2 persona kuptojnë se ndjejnë një lidhje të vërtetë. Pra, narrativa e dashurisë për ju më le të nënkuptoj se ju lini pas një periudhë të vështirë emocionale, afroheni me dikë ose me një marrëdhënie që ka baza më të forta dhe gradualisht krijohet një lidhje më e barabartë dhe më e ndershme. Kartat këshillojnë të mos kërkoni dramë për të ndjerë dashurinë. Dashuria e shëndetshme shpesh vjen në mënyrë të qetë dhe të qëndrueshme. Pra, duhet i jepni kohë lidhjes të rritet dhe të mos e sabotoni atë nga frika e plagëve të së shkuarës. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 monedhat, budallaj, 2 monedhat dhe të dashuruarit. Në punë, karta e parë tregon balancë dhe shkëmbim. Mund të merrni mbështetje, ndihmë ose një mundësi ku dikush investon tek ju. Budallaji tregon një fillim të ri ose një hap të guximshëm. Mund të jetë një ide e re, një projekt ose një vendim për të provuar diçka që më parë nuk e keni bërë. 2 të monedhave tregon që gjatë javës mund të jeni duke balancuar 2 përgjegjësi ose 2 mundësi. Karta e fundit të dashuruarit në këtë kontekst pune shpesh tregon një vendim të rëndësishëm që duhet marrë me zemër dhe ndërgjegje. Nuk është thjesht zgjedhje praktike, pra është një zgjedhje që lidhet me atë që ju ndjeni se është rruga e duhur. Kartat këshillojnë të mos e refuzoni një mundësi të re vetëm sepse nuk është plotësisht e sigurt. Ndonjëherë hapat më të rëndësishëm në jetë fillojnë me pak pasiguri. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi energji. Kjo kartë është shumë domethënëse për të gjithë përhapjen e kartave të tjera në çdo sferë përkatëse. Pra, kjo kartë energji ju kujton se gjithçka që po ndodh rreth jush është edhe reflektim i energjisë suaj të brendshme. Pra, kjo javë ju kërkon të jeni shumë të vetëdijshëm për ku po investoni energjinë tuaj emocionale, cilët njerëz ju ushqejnë shpirtërisht dhe cilët njerëz ju lodhin dhe ju rraskapisin shpirtërisht. Pra, këshilla është të mos e shpërdoroni energjinë në situata që nuk mund t'i ndryshoni. Drejtojeni energjinë drejt gjërave që ju japin jetë, ju japin qetësi dhe ju japin rritje. Paçim!